Djali Machot. Pufja! Gecko! Legends goes into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Sulmi në hani lunës. Pa të shohim, të vjedh ndonjë gjë, të futem te baza e heronjve, të krijoj ndonjë plan djallëzor. Duhet të bëj diçka. Nëse nuk shkoj dot në po, e di. Nuk do të më çosh matje, sepse isha e keqe me ty. Ka ndonjë të re? Luna, me nerva, me nerva. Mojti! Ko e teleportimi! Dua të shkoj në Ej, Djema, çfarë keni aty? Është një libër i ri me figura. Aventurat e Detektotronit. Detektivi hero që mund të zgjidh çdo mister. Edhe unë kam bërë një zbulim të ri interesant, por jo te biblioteka. A ishte në një galaktik shumë larg? Po, një gur hapësinor. E gjeta në udhëtimin tim të fundit. Shkon shumë mirë me koleksionin tim. Kam vendin e dur për të në dhomën e gjuhës. Wow, shiko se çfarë ndriçimi. Gjithsesi, po shkoj të fletani. Natën e mirë. Natën e mirë, shoku. Ne do të lexojmë historitë e Detektotronit. Lexojmë para se të flem. Gjumë të ëmbël. Dhe mos e lër vajzën e hënës të afrohet. Ai pa si reagoi magneti im i hënës ndaj gurit hapësinor të djalit yll? Është shumë i fuqishëm. Ju djema thrisni Mocukin. I thoni që dua të jem shumë e sjellshme nga tani e tutje. Hapësir, fuqia e hyllit. Molat më tanë që Luna do të flasim. Të flasim për kohën e humbur. Po, kohën që mund të kisha kaluar në hënë, po të mos ishe ti. Të lutem. Magneti Motros nuk krahasohet me fuqitë e Mocukit. Oh, sikur të kisha diçka që ta bënte magnetin tim më të fortë. Gjeje çfarë? E kam. Motra e vogël nuk e priste këtë. Le ta kthejmë që të mos e kuptoj njeri. Sa e mirë je që më dhe fuqitë e tua, Mocuki. Shihe pak të. Koha e teleportimi. Greg, çfarë je duke bërë? Po shikoj shenjat e gistave. Detektotroni zgjidhi problemin e diamanteve të humbura kështu. Mos harro sytë e tij me rreze X që dallojnë gjurmat. Dhe fuqinë e tij të pabesueshme të trurit. 4000 raste dhe ai ka zgjidhur të gjitha. Ç'kemi Djema? Më duhet ndihma juaj. Më duket se në dhomën time ka hyrë dikush mbrëmjen e kaluar. Oh, është një mister. Mos u shqetëso, do të merremi ne me rastin. Heronj me pijame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Machot. Amaya bëhet Bufe!
pijame! Kur u zgjova, dhoma ime ishte rrëmuj. Mos u shqetëso, ke thirrur djem të duhur. A mungon ndonjë gjë? Jo, gjithçka është këtu, vetëm se kudo. Kjo është pjesa më e çuditshme. Interesante. Le ta marrim këtë si provë. Por kam një jetë me atë robot. A ke ndonjë të dyshuar në mendje? Ndoshta Luna, në fund të fundit, kam shumë gjëra nga hapësira këtu. Dhe ajo është e fiksuar me hënën. Të lumt, Newton. Shikoni, një gjurmë tjetër. A nuk ju duket si një top ngjitës si ky? Jo, është një gur nga galaktika 4529. Ha, ku ka topa ngjitësis? Ka edhe Ninjalino. Ninjat me siguri kanë përdorur diçka në dhomë për të marrë fuqi hapësinore. Siç ndodhi kur i bën yjet të shesht. Punë e paq me detektivi Maçok. Detektiv, para se të ndjekim këtë pistë, mbase duhet të... Le të shkojmë detektivi Gecko. Forca! Sa mirë që u ktheva. Le ta bëjmë këtë vend si shtëpi. Koha të marr mjete nga toka. Përshëndetje, Motsuki. Apo mos desha të thosha mole zakonshme. Nëse mendon se kjo është kaq, prica të zbulosh se cili është plani im për hënën. Ha? Te iki para se të vinë insektet me pijame. Janë molat e lunës. Ndalojmë pak të shohim se çfarë po kurdisin? Patjetër, pasi të ndjekim atë Ninjalinon. Le të shkojmë. Nuk është se po largohej nga ne, po shkonte drejt miqve të tij. Më duket se po merremi me personat e gabuar. Ndjej një shqetësim te fuqia e yllit. Jam e sigurt se po ndodh diçka në hapësirë. Dhe shikoni, molat e saj. Detektotroni nuk bën kur gabime. Ai zgjidh çdo rast. Prit, veshët e Maçokut. Më duket se këtu afër ka një robot. Edhe të kujtohet që gjetëm një robot në dhomën e Newtonit? Në fakt, e kam pasur robotin që 2 vjeç, ndaj s'jam i sigurt. Pas kësaj fshihet Romeo. Jam i sigurt, si detektotroni. Forca, kemi një robot për të kapur. Edhe disa gjëra të tjera nga dhoma e Geckos. Duhet gjumimi bukuris pasi të realizoj skenën time misterioze të hapësirës. Shumë vonë, këmbardhuc. Fortesa ime e lunës nuk do t'jetë e plot pa krevatin tënd. Shqetësimi i yllit po bëhet edhe më i fortë. Do të thotë që jemi afër. Ndoshta, ai që ka hyrë në dhomën time, donte të merrte gurin hapësirës që gjeta. Një gur hapësinor? Kjo shpjegon se emblema jote po sillet kështu. Ç'është u zgjidh? Mos lëviz që aty ti robot. Jo, ndim. Tani që kam gjithçka që më duhet për të qenë rehat, koha të vazhdoj me planin tim të vërtet. Le ta ndezim këtë gjën për një provë. Më trego çfarë ti të bësh mega magneti. Nuk mjafton ti që hyret e dhoma e Newtonit? Doje të shkojë fshehurazi dhe në kopshtet e njerëzve? Roboti po mblidhte lule të bukura në park për t'ia dhënë robotes. Ajo sot ka ditëlindjen. Djema, lëreni të shkoj. Ai nuk duhet i kishte marrë, Por nuk ka arsye pse lule do ta bënin emblemën time të çakordohej. Është e qartë që roboti nuk ka lidhje me këtë. molat përsëri, po ju them, pas kësaj fshihet luna. Po ku janë provat? Më tregon një gjurmë. Makina tona! Shpejt vraponi! Kujdes! Ojo, rrezja e megahënës mori molat. Kjo do të thotë që Luna është në hënë. Si ka mundësi që ka shkuar atje lart? Luna mund ta bëjë këtë nëse ka fuqi teleportuese. Nëse i ka vjedhur ato. Motsuki! Luna i ka marrë fuqi dhe ka kthyer përsëri në mol. Kjo është një katastrofë!
Makina më e bukur e hënës. Doni të dini për planin tim më të madh të hapësirës? Më lini t'ju tregoj. Vetëm pak më majtas. Dhe çfarë? Oh, ata insektet me pijame. Nuk do lejoj të më prishin planin e hënës. Gecko, krevati yt është ai. Shumë bon për të ndalur megamagnetin tim nga vjedhja e asteroideve të Newtonit. Çfarë? I mbaroi fuqia? Duhet ta kem harxuar duke gjuajtur ata ninjat. Ka problem. Pasi ta kem rikarikuar megamagnetin, ata asteroid do të jenë të mit. Për kokën e mustaqeve. Parducës! Ai thot që do t'i duhet deri nesër për të rregulluar bazën. Por s'mund të presim më gjatë. Nuk duhet ta lejojmë lunën të më vjedh asteroidët. Dhe ky është faji ynë. U fiksua me zgjidhjen e mistereve. Ne ishim detektiv të këqinj. Sulmi në hënë i lunës, pjesa e dytë. Ja tek po vi. Here they come! Hey, buddy. So, I'm taking my Detectatron comics back to the library. And we made you some granola bars to make up for your asteroids. Come on, we'll save your asteroids, Newton. Yes! PJ Robot has probably fixed HQ by now. I know it. PJ Masks, we're on our way. Guys, into the night to save the day. Night in the city, and a brave band of heroes is ready to face fiendish villains to stop them messing with your day. Amaya becomes Greg becomes Connor becomes Cowboy. How are the repairs going? You're not done with the repairs yet? Uh-oh. I'll help. Oh, no! Luna could be getting my asteroids right now! She sounds tough. Oh, well, yes, it is. I thought maybe... Oh, never mind. Fly up there, Newton. See what you can do with your star power. We'll finish these repairs and be right behind you. Thanks, Owlette. Let's do this! What's with you two? You should have encouraged him. I know, but everything we did last night, we got wrong! Keep chirping, moths. Just wait and see. As soon as I recharge the Mega Magnet, I'll get Space Boy's asteroids. That's where moon crystals come in. Turbocharged! What's that? Shpejtësi turbo. Çfarë ishte kjo? Mbahuni aty Velo, Zihamba dhe Kino, po vit ju shpëtoj. Në rregull, thuaj se mbaruam. Newtoni, ai është në telashe. Sfaranik rëshqitës, por baza nuk është ende gati të niset. Jam në mes të kësaj të fundit. Merr një avionin tim dhe shpëtoni Newtonin. Po sikur të shkatërojmë gjithçka. Nuk do ta bëni.
rregull, ne mund t'ja dalim. Do bëhemi si Dektotroni, do ta zgjidhim çështjen. Po, kështu humbë makinën e Machokut dhe pastaj plus makinën time të Gekos dhe krevatin dhe Wow! Newton! Ah! E humbëm. Çfarë? Përdorni kthetrat e bufes. Wow! Wow! Ah! Faleminderit Djema, më kapët. Për pak. Një magnet me superfuqi, gati, dhe unë me superfuqi asteroidi. Tani, ku janë ata? Ja ku shen keni bukurosh të vegjël. Tani le të sigurohemi që insektet me pijame nuk do të na bezdisin. Opo! Newtoni dhe heronjt në të njëjtin vend? Kjo është diçka që s'duhet humbur. Një fush force, po nga doli kjo tani. Nga hëna pa dyshim, fal lunës edhe kjo. Rdhuca rëshqitëse, ajo na ka kapur. Kam fuqin e Matsukit? Tani do të marrë edhe fuqin e asteroideve të Newtonit. Asteroidët e mi, ajo do mi marr. Ky është i gjithë i fa ynë, sepse ne e dreqosëm natën e kaluar dhe lejuam të superkarikonte magnetin. Tani nuk dalim dot as nga baza. O Djema, Detektotroni është heroi juaj, apo jo? Po, ai ka sy që dallojnë gjurmët. Dhe nuk i shpëton gjë kur. A nuk e shihni se ç'po ju shpëton? Detektotroni është i përqendruar, e ka vëmendjen te çështja, nuk uron kur. Duhet të lëvizni pra, përqendrohuni tani. Koha të bëhemi heronj. Newton, çfarë po bën ti ashtu? Po përpiqem të komunikoj me asteroidët, të lidhe me ta. E shihni, Newtoni di si të përqendrohet. Asteroid, më dëgjoni mua. Largohuni! Tani! Forca, shohim nëse funksionoi? Hej, ja dole. Wow, ai asteroidi është më i madh se yti. Pa të ofenduar, Newton. Pa merak. Problemi im i vetëm është se ky asteroidi më i madh është në një trajektore ku përplaset me hënën. Pesh pupuritëse. Çfarë do të bëjmë tani? E po mendoj se kemi një ide? Diçka ka kapur. Në fakt ka kapur një asteroid gjigant që po vjen drejt teje. Komparduc? Çfarë je duke thënë kështu? Dhe si po ma thua? Oh, Nuk kam kohë për shpjegime, thjesht shiko tek teleskopi. nëse e ke sepse të mora krevatin. Ai asteroidi gjigant po vjen drejt teje tani. Prit! Po e fik të më mirë. Po vjen përsëri! Ndim! U përpoqja të ndaloj, por... Është shumë vonë. Ti dhe shpejtësia asteroidi dhe tani është shumë i shpejt. E dreqosa! Dhe do t'jetë fundi gjithçkaje. Ej, të gjithë ne bëjmë gabime. Ec përpara, nuk mund të jemi të gjithë të përsosur si Detektotroni. Kush? Le ta ndreqim këtë. Pa të shohim, ke akoma fuqitë e tua të teleportimit. Pse nuk i përdor për të teleportuar veten dhe Newtonin tek asteroidi? Së bashku mund ta largoni përpara se të përplaset. Në rregull, siç tha Komparduca. Është shumë i fort. Do ta godas hënën dhe s'mund të bëjmë asgjë për këtë. Jo, ka një mënyrë për ta zgjidhur. Ej Luna, eja merr Matsukin. Tani. Kjo është ideja më e çuditshme që kanë pasur heronjt. Matsuki s'ta ndihmon dot. Ajo nuk ka fuqi. Sepse ja more ti. Por nëse ja kthen, ajo mund të bashkoj forcat me ne.
Mendoni se do ta bëj? Kështu mund të gjuan asteroidin nga 3 drejtime të ndryshme. Motsuki, më vjen keq. Kam nevojë që ta shpëtosh hënën, të lutem. Koha që motrat e hënës të bëhen heroina. Hëna ka nevojë për ne, motër. Hëna jon. Duhet ta shpëtojmë. Më vjen shumë keq. Kërko falje, mu vonë. Shpëto hënën. Për hir të yjeve, funksionoi! Po! Ja dolëm! Punë e paqme, Newtoni dhe motrat e hënës. Punë e paqme, djema. Po, nuk mund t'i lejosh gabimet të mposhtin. Thjesht duhet t'i ndreqesh ato. Dërgesë veçantë nga hëna. Për të falenderuar heronjt me pijama. Oh, faleminderit Motsuki dhe faleminderit Luna. Mendoj se dhe ti po ndresh gabimet e tua. Po. Merrni gjërat tuaja heronj. Dhe pa shfat me fuqitë e tua, motër e vogël. Nuk duhet të t'i kisha marrë. Por pak desha humba për fare hënën. Ti e shpëtove me mua. Luna nuk e ka lejuar kur Motsuki të jetë pjesë e një plani kaq të madh. Motsuki t'i pëlqen. Zap. Po, bëm punë të mirë. Kua për më shumë argëtim në hënë? Vërtet? Do të më marrësh me vete prap? Wow, ju nuk rregulluat vetëm gabimet tuaja. Ju ndihmuat edhe ato të dyja të rregullonin gabimet e tyre. Po, lajmi mirë, mendoj. Heronjt me pijame bërtisnin të gjithura, Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë!